الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun xhelle xhelalu. Atë falenderojmë, prej tij falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi më të mirin pejgamber, mbi Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave të ditëve të shtuna, ku kemi ngel tek vepra e zemrës, dashuria për Allahun subhanahu wa taala. Kemi përmend në fillimet e këtyre ligjëratave se veprat të cilat i shikon Allahu subhanahu wa taala tek neve janë veprat e zemrës. Andaj edhe besimtari mund të lodhet shumë për ta zbukuruar dhe për ta merremetuar të jashtëm, ndërkohë që ju është prishje brendshme dhe kjo nuk sjell dobi. Andaj duhet krijuar një lloj ekuilibri, një lloj balanci në mes veprimeve të brendshme dhe veprimeve të jashtme. Pra me fjalë të tjera, më shkurt, besimtari nuk duhet të lodh shumë vetveten nëse zemra e tij nuk është rregulluar. Andaj duhet krijon një lloj ekuilibri në këtë çështje. Vepra e zemrës është vepra ku shikon Allahu subhanahu wa taala dhe me të e mat robin. Andaj edhe pikë këtij e kanë marrë rëndësinë veprat e zemrës. Kemi marrë disa prej veprave të zemrës dhe kemi ngel tek dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala, e cila quhet në shariat el-mahabba. El-mahabba që ne e përkthejmë në gjuhën e rëndomt muhabeti. E këtu është për qëllim dashnia për Zotin e Madh te bareke ve teala. I morëm disa prej definicioneve të dietarëve të sa ti ka sjellë Ibn Qayyim el-Juzeyy. Në ligjëratën e fundit i përmendëm disa prej rregullave dhe rrugëve se si arrihet deri tek dashnia për Allahun subhanahu wa taala. E sot do të vazhdojmë me lenin Allahu te bareke ve teala gjithashtu me Ibn Qayyim el-Juzeyy në librin e tij Madariju as-Salikin, ku na ka sjell disa prej definicioneve të marrur nga Ebu Ismail el-Harawi rahimahullah, i cili e ka nda veprën e dashurisë në 3 shkallë. Sikur që e ka zakonisht çdo vepër të zemrës e nda në 3 shkallë. Shkalla e parë, shkalla e dytë dhe e treta. Dhe kemi përmend gjithmonë se këtu duhet ta përfitosh në mënyrë fizike 3 shkallë. Sikur kur njeriu ngjit një parën shkallë, e dytën shkallë, e tretën. Sicila prej këtyre ka shpërblimin edhe privilegjin e vet të Zotit Madh te bareke ve teala. Pastaj a është shkalla e parë edhe e dyta edhe e treta gjithmonë sikur që thot autori, do ta shohim se jo gjithmonë dietarët pajtohen me njëri tjetrin. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy qala sahibul manazil rahimahullahu taala, thot ka thënë autori i librit Manazilu as-Sairin, ka thënë dashuria el-mahabbatu ta'alluqul qalbi bayna al-himmati wal-uns. Dashuria është lidhja e zemrës në mes vullnetit dhe qetësimit dhe ngushëllimit. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy në shpjegim, thot e ka për qëllim se i dashuruari lidhet me të dashurin e vet me vullnet të lartë dhe qetësohet tek ai. Pra kur njeri e don Allahun xhelle xhelaluhu, i gjithë vullneti, i gjithë zelli, krejt komplet çka i ka, i lidh me Zotin e vet subhanahu wa taala dhe qetësohet me Zotin e vet subhanahu wa taala. Thot në gjendjen kur ka me dhanë, kur ka dhënje apo kur ka pengim. Pra pavarësisht Allahu a t'jep, a nuk t'jep, ti me Zotin je njësoj. Ti me Zotin dush më kanë njësoj, sepse ti e do ata. Ti e don Allahu subhanahu wa taala. Thot kjo është për qëllim me fjalën e dashurisë që ne ka sjell Ebu Ismail el-Harawi. Thot pse e ka sjell këtë definicion? Thot nga se pasi që vullneti është maja e kërkimit. Pra na çka i them vullnet, kur ki vullnet me punu apo? Këtu e ka për qëllim himme, kulmin e kërkesës. Kulmin, majën e kërkesës. Thot, pasi që i dashuruari ka dëshirë të flakt para çka e do. Në këtë rast është i dashuruari robi te Allahu subhanahu wa taala. Andaj dëshira e robit dhe kërkimi i robit për Zotin
ca maksimum që ka mundësi me e kërkue. Mu për këtë arsye, thot, gjëja e parë që përbëhet dashnia sipas El-Harawiut është që të lidhet vazhdimisht robi në kërkim me Zotin e vet, ti vazhdimisht ta lipësh Allahun subhanahu wa taala, dhe çfarë? Që të jesh i ngushëlluar dhe i qetësuar, pra në harmoni, në gëzim, në hare me të dashurin tanë. E në këtë rast është Allahu subhanahu wa taala. Pra janë dy gjëra që lidhen dashnien sipas dietarit Ibn Ismail al-Harawi. E para, vazhdimisht ta kërkosh Zotin, ta duash ata dhe të kënaqesh me ta. Të kënaqesh me ta. Andaj thot Ibn Qayyim el-Jauziyje e ka për qëllim që robi vazhdimisht e lyp Zotin e vet subhanahu wa taala dhe qetësohet me emrat dhe cilësitë e tij. Dhe qetësohet me emrat dhe cilësitë e tij, prandaj dashuria është e ndërtuar mbi vullnet, pra mbi kërkim të skajshëm, dhe mbi harmoni dhe hare dhe ngushëllim të shpirtit. Thot kjo është për qëllim me definicionin e Abu Ismail al-Harawi. Pastaj çfarë ka thënë? Ka thënë dashuria, al-Harawi thot, dashuria është fillimi i oborrit të shkrirjes së robit ndashni ndaj Zotit xhelel xhelalu. Pra, robi pikuja nis me pas raport me Zotin e vet te bareke ve teala, pritet dashnia. Mirë, po kjo dashni të robin e erë është jo shumë e madhe, ka mundësi me kanë relativ, do më thonë, dikush e ka matë madhe, dikush e ka matë vogël. Mirë, po thotë, kjo është hapi i parë për me shku drejt Zotit të madh te bareke ve teala, thotë, pas të cilave vinë shkallët e tjera të lidhjes së ngushtë me Allahu subhanahu wa taala. Pra ai i cili stroket në derën e dashnisë, ai s'e janis. Ai s'ka mundësi mu ngrit te Allahu gjana se s'janis me dashni. A mundesh me pru dikan te Zoti me zor? Me thonë hajde këtu çështu kemi apo? Jo, ai duhet me dash këtë punë. Ai duhet me dash namazin, duhet me dash zakatin, duhet me dash agjërimin, duhet me dash haxhin, eksumerat, duhet me dash Kur'anin, me zor nuk shkon. Andaj thot Ibn Qayyim el-Jauziyje e ka për qëllim se gjitha pozitat të cilat arrijen te Zoti i Madh subhanahu wa taala arrijen me dashni. Po kjo është niveli i lartë i dashurisë të cilën e ka përmend Abu Ismail al-Harawi. Thot, pastaj ka thënë, dhe dashuria është e fundit ku takohen avami me ulemat. Pra, e përbashkëta mes ulemave që e njohin Zotin, që i bindën Zotit, dhe avamit cila dashnia. Pra nëse kishmi thënë kështu, çka i bashkon ulemat e muslimanëve, të cilët njohin Kur'anin, e njohin hadithin, e dojnë Allahun dhe pejgamberin alayhis salatu wassalam, çka i bashkon këto me avamin e muslimanëve? Dashnia. Nëse e vet një alim, ke çto punë çka i ti bë, pse i ti bë? Thot për Allahun xhelel xhelalu. Se e du Allahun dhe pejgamberin alayhis salatu wassalam. Nëse e vet një avam, pse falësh, pse jep zakat, pse agjeron, pse ban hax, çka thot? Se e du Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra dashnia është e përbashkëta e këtyre dy gjëra. Pas e ka thënë, wa ma dunaha aghradun li a'wad. Pas e ka thënë, nuk duhet me pas në këtë dashni të robit ndaj Zotit xhelle xhelalu, qëllime përfitimi. Çka i bie kjo? Për shembull, robi e do Allahun, a e do dhe xhenetin, e do dhe xhenetin. Ama dashninë për Zot e ka për Zot. Po, ka qef Zoti mi adhon xhenetin e me largu pizjarit. Ama dashnin për Zot e ka për Zot. Pra, e ka për qëllim dunja. Nëse ty t'jep Allahu pak apo shumë, zengin apo fukara, post apo s'ke post, me rëndësi është ti se e do Allahu në gjithmonë, gjitha halët. Në gjitha halët, sikur që është transmetuar nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se kur ka pas ndonjë vështirësi apo fukarallëk apo ndonjë bela, çfarë ka thënë? Elhamdulillah ala kulli hal. Megjithëse hadithi është i diskutuar, mirë po, ka shpirtin e kësaj gjendje të pejgamberit alayhis salatu wassalam, ku çdo herë çfarë ka thënë? Ka thënë elhamdulillah për çdo hall. Pra falëndërimet i takojnë Allahut çdo hall. Kam s'kam, Allahu është i falëndëruar. Allahu është i falëndëruar. Dhe kur ka arrit suksese, dhe kur ka kry një punë që ka dëshiruar me, ka synuar me kry, që ka thënë elhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat.
Falëndërimet janë këtë për Allahun. Elhamdulillah që veç me mirësinë e Allahut plotësohen veprat e mira. Andaj duhet dashnia e Zotit me kanë të robi, jo e lidh për interesa. Çka i bë kjo për interes? Për shembull, me quë tholla, me dhan zengillok, bollok, pasuri, a thu Zoti miraj, du të me dash Zotin. Po me ta nal fillon me e turbullu gjendjen. Andaj ka thënë wa ma dunaha aghradun li a'wadhin. Nuk duhet me pas të dashnia e Zotit çështje interesi, në kuptimin se e po valla smadhave mu që ta dhe unë tash jo, gjithmonë e don Zotit te bareke ve taala. Pastaj ka thënë wal mahabbatu hiya simatu at-ta'ifa wa unwanu at-tariqa wa ma'qidu an-nisbah. Ka thënë e dashnia për Allahun xhel xhelalu është cilësia e njerëzve të cilët llogaritën mbas të heraujit, njerëz të udhëzuar. Pra nëse kishim thënë me një fjalë, çka i dallon njerëzit e udhëzuar nga ata që s'janë udhëzuar me një laf, këta e dojnë Allahun dhe pejgamberin alayhis salam. Shkurt, i udhëzumi e don Allahun dhe pejgamberin alayhis salam, e respekton dhe e lartëson Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i bindet në sunet. Pastaj ka thënë wa unwanu at-tariqa, dhe adresa e besimtarit i cili e ka marrë rrugën e Allahut dhe pejgamberit alayhis salam. Cila adresa? Dashnia. Dashuria për Allahun subhanahu wa taala, wa ma'qidun nisba, dhe këtu vendoset akti i lidhjes së përkatësisë. Kur ti thon jam musliman, çka ke thon? Unë e dua Allahun dhe pejgamberin alayhis salam. Kur ti thon jam besimtar, çfarë ke thon? Unë besoj Allahun, unë e dua Allahun xhel xhelalu, unë e dua pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, pastaj thot i ka sjell shkallët e dashurisë për Allahun xhel xhelalu. Cilat janë ato? Ka thënë wa hiya ala 3 darajatin. Ad-darajatu al-ula. Ka thënë dhe dashuria ndaj Allahut xhel xhelalu është 3 shkallë. Dhe vini re këtu ndarjet e shkallëve mund të më bë mënyrë të ndryshme. Mirë po Ibn Qayyim el-Jauziyja kur e ka shpjeguar librin Manazilus Sa'ilin, i është përmbajt ndarjeve të cilat i ka sjell autori. Andaj ka autori, pra Harawi, Abu Ismail al-Harawi, e ka ndarë dashninë në 3 shkallë. Dashninë në 3 shkallë. Kjo ka mundësi mundohen në mënyra të ndryshme, po kjo është për qëllim parafrimi i gjendjeve dhe parafrimi i halleve, dhe nuk është për qëllim se kështu ka zbrit tekstualisht në Kur'an apo në sunet pejgamberit alayhis salam. Thot janë 3 shkallë. Shkalla e parë, ad-darajatul ula, darajja e parë, mahabbetun taqta'u al-waswas wa taladhdhu al-khidmah wa tusalli an al-masa'ib. Vini re vëllezër, dashnia nuk është që lidhet për germa. Dashnia s'lidhet për llafe, për fjalë. Dashnia përjetohet. Dashuria përjetohet. Ato do të vim te një pjesë, te një shkallë ku thot kjo dashni, ku të mërë njërin këtë shkallë, s'ka as llaf mo. S'dim ç'me ka dhënë ç'sh pedu çeta, sepse ka shprehje të cilat mund me përshkruaj diçka dhe ka gjendje që s'përshkruhen. Ka gjendje njeriu i përjeton ato dhe nëse e pyet si u ndive, nuk gjen shprehje. Këtu kemi për qëllim njerëz që dinë mu shpreh, që dinë me fol, oratori, gojtar, ulema. Këta thonë këtu na nuk dina më mu shpreh. Mirë po, ndjehet ajo, përjetohet ajo. Sikur që kemi plot për adhurimeve, ne mundohemi mi parafru ato, mirë po jo gjithmonë për shkruajmë në mënyrë të përpikë se si ne i kemi ndi. Shkalla e parë, vinë re, andaj thash, këtu duhet të kalojmë germat. Germat duhet më kanë vetëm isharet për të kuptuar sa e thellë është dashnia për Allahun subhanahu wa taala. Dhe këta vëllezër dush me shoqëruar në çdo adhurim. Namaz, zakat, në xhirim, në hax, Kur'an, çdo sen çka e ban, dush me ditë se ti e shtu dashnin, se ti e bë për dashni, se e don Allahun dhe pejgamberin alayhis salam. Shkalla e parë, thot, është dashuri e cila i kput vezvesët. Çka e ka për qëllim këtu do ta shohim? Vezvese, ai çka e don Allahun me dashuri të kësaj shkallë, ai nuk mirret me diçka tjetër. Nuk mundet njeri i cili e don Allahun dhe pejgamberin alayhis salam me mrimën e gjendje me thon,
u habita me diçka tjetër e harrova mu fal. Jo, se ki qatë shka dashni sa që ja ka prej vezveset. Ja ka prej vezveset. Thot, dhe e ban të lezetshme hizmetin. Pastaj ka thënë dhe e ngushllon të dashurin, të dashuruarin nga musibete. Do ta shpjegoni Ibn Qayyim al-Jauziyja. E para çfarë thot? Thot, dashuria në shkallën e parë është se ajo e kput vezvesën. Nga se vezvesja dhe dashuria janë dy gjërat kundërta me njëra tjetrën. Andaj dashuria domosdoshmërisht në zemrën e besimtarit merr pushtet për atë çka e do. Por nëse dashnia hin zemër, dashnia e pushton zemrën. Andaj e kujton veç atë çka e do. Vetëm atë çka e do. Dhe tani vëzhgën në bazë të këtyre gjërave ti juni mundi testu zemrat e juve dhe zemrat tona. Sa e dojnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, thot, andaj kur dashuria futet në zemrën e besimtarit, atëherë ai harrohet në këtë dashni pi gjërave tjera. Harrohet kuptimin, ka hi këtu, ka harru gjëra tjera. Pra me fjalë të tjera vëzër, a mundet një njeri çka e don Allahun me hakikat dashni, me harru farzët? Apo, me harru farzët. Për shembull vëzër, shikoj njerëzit në raport me vetveten, në dashni ndërmjet krijesave. Ti mos me thirr në njeri çka pretendon se e do, ai çka mund me thon, po beti shumë më do, harron kur më thirr. Shiko, shenjë që ti e do ata është angazhimi jot me atë. Angazhimi jot. Kur ti harron për kohë të gatët, si të ndash sa duhet. Dhe zër, para më do raporti robit me Zotin. Kur njeri ka harru Zotin e vet, çfarë dashni është ajo? Çfarë dashni është ajo? S'ka mundësi me qenë dashni. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, nuk ka mundësi në zemrën e pushtuar nga dashuria për Allahun te bareke ve teala që të ketë vezvese, nga se vezveset vinë ndesh me dashnien. Aty ku ka dashuri largohen vezveset, sikur që ku ka dhikr largohet gafleti. A ka mundësi një njeri cili vazhdimisht ban tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, vazhdimisht ban tasbih, a mund është mi thonë që njerit e ki harru Allahin? E qemë të bëhune? Subhanallah, alhamdulillah. Ama në njeri që sot e përmen Allahin, a mujna mi thonë, e ki harru Allahin? Po, ama në njeri cili atë e përmen Allahun vazhdimisht, a mund është mi thonë, e ti e ki harru Allahin? Jo, se kjo është e përmen. Thot sikur që dhikri largon gafletin, dashuria i largon vezveset. Këtu e ka për, nuk e ka për qëllim ato vezveset në abdes, ato vezveset e lajta dy herë, jo. Këtu e ka për qëllim vezveset që ty mos me qenë i përkushtuar në dashurin dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Andë dhe Ibn Qayyim el-Jauziyja, fa azimetul mahabba tenfi taraddud al-qalbi bejnë al-mahbubi bë gajri. Vini rekë se fjali dhe shumë më nënësi. Këtu janë gjithdo fjali më nënësi. Thot, kur besimtari ka dashurin e vërtet e futun zemrën e vet, kjo ja largon hamendjen në mes të dashurit dhe dikuj tjetër. A dal në xhamit falna, ata vazhdoj kafën. Me pas dashni të vërtet për Allahun xha, kjo ta kput vet. Ti s'ki nevojë mu lodh bile, se vet dashnia të çon. Apo a ta zon namazin me xhamat, ata baj çka tjetrën. Çish me heket ciklet. Plot me njerëzve kanë thotë, kam problem o gjo, suni ri gati se s'ta do zemra. Me ta dosh zemra, uso s'ki muhabet. Kur ta do zemra, a keni pa njerëz kur diskutojnë për biznese, për pare. A keni pa njëri kur ullet për shembull, edhe ka muhabet për 500 euro, për 1000 euro, për 10.000 euro. Mos flasim për ata që diskutojnë biznese për 500.000, 1 milion. Ai mas pari e mshel derën, mos ti një kërkosh aty. Me sigurim me mshel derën. Se ti zguzon aty me shku me shqetësue. E të në të po muhabet për miliona, ti kjo këtu më vetë muhe për kote kot. Ai shkon aty kur të bajet biseda, qfar i mshel dyrt, izolohet edhe flet me palet kadal. Qështu që kaç, mu që kaç, porçinja që kaç. Pse? Se s'ka vezvesa, ketë koncentrimin e ka qëtu. E mirë dhe zërë, këtina a mundet për shembull aty diskutu për 1 milion muhabet, për 10 milion muhabet. Edhe njani për shembull a mundet me ja u vëmendje me diçka tjetër? Me thonë për shumë diçka, e ki harru diçka kote. Jo, çka thot? Po lemër këtë sejnë edhe 10 milion e më të bo muhabet. E mirë dhe zërë, nëse për 10 milion e për pare njeriu ka fokus, ka përqëndrim, është aty.
Para meno për Zotin e madh xhelle xhelalu, për Allahun xhelle xhelalu. Kur Allahu thot hayya ala salat, do t'i alo diçka, a shkoj apo shkoj? Kjo andaj thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, kur robi mbushet dashni me dashuri të vërtet, kjo ja kput hamendjen, modyshin, lëkundjen. A dal në xhamia mos dal, a ta fali me xhamata mos ta fali, a të lexoj Kur'an, a ta vazhdoj edhe pak televizor. Kto kur ti kish ashtu, me saj dhe kësaj, çka e kput? Dashnia. Çat sa ki dashni, çat se ban veprën. Çat sa ki dashni, çat se ban veprën. Thot Ibn Qayyim el-Jawziyya, wa dhalika sababu al-waswas, wa hayhata an yajidu al-muhibbu as-sadiqu faraghan liwaswasin listighraq qalbihi fi hudurihi bayna yaday mahbubihi. Thot Ibn Qayyim el-Jawziyya, thot e sa larg, por sa e pamundshme është që me gjet i dashuruari në Allahun, i cili sinqerisht e do Allahun subhanahu wa taala, me gjet zbrastin për vezveset në zemrën e tina. Nuk gjen vezveset zbrastin të zemra e atij i cili e don Allahun subhanahu wa taala, për shkak se zemra e tij është zhyt në praninë përpara Zotit të Madh te bareke wa taala. Thot Ibn Qayyim el-Jawziyya, thot la kana man li siwaka fihi baqiyatun feja fiha yuqassimu fikrahu wa yuwaswisu. Ka thënë në poezi Ibn Qayyim el-Jawziyya, thot la kana man li siwaka fihi baqiyatun. Do më thonë, ai i cili e don Allahun subhanahu wa taala, a ka mundësi me diçka hatër dikun tjetër? Do thonë vallahi haroj, njeriu kur i përqendrohet Allahu subhanahu wa taala, nuk ka mundësi me kanë dikun tjetër. Fiha yuqassimu fikrahu wa yuwaswisu. S'ka mundësia me shpërnda dikun mendjen tjetër jashtë përqendrimit të Allahu subhanahu wa taala. Thot Ibn Qayyim el-Jawziyya, përshkrimi i dytë, pra cilësia e dytë e shkallës së parë, është wa taladhu al-khidma, wa taladhu al-khidma. Çfarë është kjo? Ay al-muhibbu yaltadhu bi khidmati mahbubihi fayartafi'u ar-ru'yati at-ta'ab alladhi yarahu al-khaliy fi athna'i al-khidma, wa hadha ma'lumun bil mushahada. Thot Ibn Qayyim el-Jawziyya, ka për qëllim lezeti i xizmetit. Çka është? Thot, kur ai i cili e don Allahun xhelle xhelalu, thot me dashuri të vërtet ndijen lezet, kënaqësi kur i ban hizmet të dashurit Allahu xhelle xhelalu. Andaj thot e gjithë lodhja të cilën e sheh ai që s'ka dashni, nuk e sheh gjatë hizmetit i dashurumi. Por këtë arsye vëllezër ti çuditësh se si kanë bë adhurime sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me kret atë përkushtim që ti thu, çuçi ka bëve ky? Thjesht e ka dash këtë punë. Thjesht e ka dash këtë punë. Andaj ti për shembull çuditësh, ne çuditemi, si ka mundësi për shembull njeriu me mu fal ta natën. Si ka mundësi njeriu mu fal ta natën? Përgjigja e cila i zbërthan këto enigma, përgjigja e cila e lidh fjalkryqin, çka është? E ka dash Allahu xhelle xhelalu. Uthman ibn Affan radhiyallahu an, në transmetim nga Abi Musa al-Ash'ari, por nga Uthmani është e njohur radhiyallahu an se khatme ka bë Kur'anin tan natën. A fal namaz me khatme, tan natën e ka bë Kur'anin khatme. Dhe ka njëri vëzën i hatme ka njetë, ai natë ka pas. Natë, për çfarë arsye? Nëse e ka ndashur Allahu subhanahu wa taala. Shiko për shembull gjithë ato vepra të mëdha i kanë bë. Dhe asnjëherë s'janë lodh. Shiko pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur i ka thënë Aisha radhiyallahu anha, ja Rasulullah, kam tu kanoj të fal. Çka i ka thënë? Me çka i është përgjigjur? Me dashni. Edhe plus shiko, i ka thënë Aisha radhiyallahu anha, ja Rasulullah, ti gjunat e falta i ki po falësh. Pra, ani pse po falësh, ama u lodhe u aje. Çka i ka thënë pejgamberi alayhis salam? O Aisha, nëse mi ka falë gjunahot, po du mi thamë faleminderit. Shikove se pejgamberi mëse ka këthije. A mu që paramnu njani për neve mi pas gjunat e falta. Mi thonë, shka dush ban të falë të kije? Apo, si dush falu, si dush mësu falë, të falë të kije. A falët a i ma? Më jo, apo, dy dush me shku mi apu dhorën ati. Sa i kur të folet, a jep gjimës gishti. Sa i nuk të ban madhë më për insan. O në gjunat e falë të kanë, do të hezme këto. Pejgamberi sëram, falja gjunavja ka shtu i badetin. Pra, o Zot, faleminderit që mi falë gjunat. Që ka thonë që këtë faleminderit? E ka shtu dashnijën të u falë. Andaj u ka na i kam, ta mu që paramnu qatë shumë e nejtë në kam, mu të frin kama nga shtypja që ja ke bohe kamve tua. Thot Ibn Qayyim el-Jawziyya, thot, a i cili nuk ka dashni,
çuditët me këtë I cili I ban hizmet të dashurit vet. Për shembull, a çuditësh ti për shembull kur I sheh ata shërbëtorët e mbretit, krijetari që shirin nga ditu. S'merr vrima hiç. Apo, pse? Po thotë e du mbretin, I bën hizmet mbretit. S'lodhet hiç. 50 vet I ban hizmet. Kur ja diboni njerit I cili I vdekt. Po një ditë ka me vdek. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala për t'i sprovuar hizmetça dhe shërtorët e Sulejmanit alayhi salatu wassalam, çka I ka bë? I ka fut në punë Sulejmani alayhi salatu wassalam, edhe u shul në karrike. Edhe ka thënë punoni dhe mos u mshirni, dilni ata, mos u mshir asnjëri. Allahu xhela ka marrë shpirtin. Ka vdek Sulejmani. Ata se kanë ditë që ka vdek. Ata kanë vazhduar me kri punë. Derisa Allahu xhela ka rrezu karrikën kur ka ra, andaj Allahu xhela ka bërë këtë argument se e gjinët nuk e din gajbin. Ju ka dhënë urdhër Sulejmani alayhis salam, se ka pas të nënshtruar edhe botën e gjinëve. Ka thënë punoni edhe hiç mos u mshirni, ata rrini. Mos u mshirni hiç. Ki ka vdek, ata kanë vazhduar me punu. Para menos, kur e kanë al punën, kur u ka rrezu karrikja. Pra, për këtë arsye vëllezër, njerëzit kënaqen kur I bëjnë hizmet atij çka e do. E sa duhet vëllezër besimtari me pas zell për t'i bë hizmet adhurimit. Mu fal, dhe kur themi mu fal, mos munal tu fal. Apo, dhe mu fal derisa sikur që ka thënë Allahu subhanahu wa taala në surën Al-Hijr. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. A ki bëti thot, jo, sidomos ata të cilët janë jashtë, që shirin pijanër. Thot, po pikur me ja keni nis tu fal. Ai nuk e din gratis na, Allah bash mirë se kena nis. Sepse cili pineve kam rinat derexhet falmës që si kujtohet kur gjon namaz. Pa ata nuk e di, po që ka nuk e di, inshallah se din. Se ata mendojnë se na, sidomos që shojnë ka 10 vet tu fal, 15 vet, 20 vet. Allahu alem që mendojnë njeriu. Mirë po, hakikati njeriu çisho, se Allah që ka dhënë hakin. Allahu që ka thënë pejgamberit alayhi salatu wasallam, bani ibadet derisa të vdesësh. Dërkurët më, derisa të vdesësh. Në të gjeje vdekja në adhurim. Për këtë arsye, ajo çka e ambëlson adhurimin që la dashnia, kur ti e ban me dashni, e shijon më tepër. Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyy, "Wa hadha ma'lumun bil mushahada", dhe këta e din krejt me prova. Kur njeri e do dikan, kur njeri e do një punë, e ban me krasi, e ban me ëndje. Çka I bën me ëndje vëllazër? Ai kënaqet. Ti thu për shembull, apo kput çiki. Ti duket se çdo të kput, ajo do kënaq. Më rëndësi është çfarë? Se çka do. Andaj ata çka e dun Allahu subhanahu wa taala, ata I bëjnë adhurimet me kënaqësi. Ata I bëjnë adhurimet me kënaqësi. E treta prej shkallëve, prej përshkrimeve të shkallës së pas, wa tusallil anil masaib. Ka thënë dashuria për Allahun te bareke ve teala, çfarë? Ka thënë e harron apo e ngushllon, apo e freskon, çfarë? Njeriu nga musibetet. Ka thënë çfarë është për qëllim Ibn Qayyim al-Juzeyy? Ka thënë kjo është për qëllim se ai I cili e don Allahun xhelle xhelalu, yajidu fi ladhati al-mahabba ma yunsihi al-masaiba. Ka thënë ai I cili e don Allahun, duke e shijuar kënaqësinë e dashurisë, kjo kënaqësi e ban me harru vështirësinë e belas. Thot, wala yajidu min massiha ma yajidu ghayru. Kur e godet e prek musibeti, ki nuk e nin thumbimin që shenina që ka se do Allahu subhanahu wa ta'ala. Apo, për këtë arsye vëllezër ti I gjenë, që ka përmend këta Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala, thot ti I gjenë tregtarët, të cilët neve na duken se po lodhen shumë. Shembull ti I thu njerit, qysh be me rrugën shkon deri në Kin. Deri në Kin, në skaj të botës. Apo, mirë po ai çka e mat në këtë zahmet, mu nise me shku e malli e sër dhe manalen e tatime e dogana, këtë të lovia I banaj dhe I duron për çka? Ama ai para vetë çka I ka, thot ku ti njefim fund, këti harroj këto. Qështu funksionon dunja, thot Sheikhul Islam Taymije, e harron tregtari vështirësinë e rrugës për shkak të pasurisë që e fiton. Apo, tani vëllezër, çka thot Ibn Qayyim al-Juzeyy? Kur e pickon, kur e thumbon belaja të dashuruarin, ai nuk e nin. Sikur që gratë kur I kanë nxjerr princesha e Egjiptit para Jusufit alayhi salatu wassalam, e cila është akuzuar se ka bë amoralitet, edhe ajo ka dashur ti provoj ato. Ka thonë ju po më akuzoni mua po. Hajde ka thonë ndar këtë unë. Jo ka nxjerr pemt para vetit edhe ja ka thonë thikat.
thikat prehta shumë. Edhe i ka thonë Jusufit a.s. Ukhruj alejhinne, dil, veç kalo. Jusufi a.s. konë shumë i bukur, dhe konë njeri insan. Kër e kanë pa ato gratë, shka thëtë Allahu gja? Faqatta'na aydiyahunna, tu dash me fut thikën moll, ndardh, e kanë prej durt. Faqatta'na aydiyahunna, i kanë prej durt e veta, pa e një qka e në të po. Pse? E ka morë thikën, këshiri Jusufin, sa i veç ka kaluë, dhe ta shpizoj momentin ta shofe. Tu dash me prej mollën, e kanë prej durt. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, një makhluk, njeri kriju në pizotit, kanë prej grad durt të e këshirë sa i bukura. Po qka du të me bo besimtari për Zotin e vetë Gjelle Gjelalu, i cili ka kriju Jusufin? A i cili ka kriju Jusufin? Bukuria e Jusufit a krasot sa i bukur është Allahu Gjelle Gjelalu? E s'ka mundësi. Për këtë asyë dhe zër, besimtari thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, nuk e gjenë thumbimin e belas që që gjena i shka se do Allahu Gjelle Gjelalu, hatta ke ennehu qad iktese tabiaten thanijeten lejset bi tabiatil khalq. Thot, sikur i dëshuruarin Allahun e ka fitu një tabiat tjetër të dytin, se ka tabiatin bazë qështu. Ti e gjenë për shemull besimtarin, i duron prej gjërave për hirtë të Zotit Gjelle Gjelalu, si durojnë njerëzit në bazë ato. Për shemull vëzë, shikoni njerëzit, nuk durojnë 2 dinar me aprek, zduron pak gotër me aprek për tavolinës, ushqimin me andruhe. Dërko që i gjenë disa besimtar, vritët kitë familja parasive të vetë, a i dveç të të hasbun Allahu wa ni'mal wakil. Këshyre atë, edhe këshyre ki për pasul që ka rokët. Këshyre të më dhënë, qëfar krimi ka ba Allahu Gjelle Gjelalu? Ki rokët me familjarë të vetë, pse nuk i kanë zirë pak ma shumë krip, a i kitë familjen rafë që ja bajnë, a dhe thotë, hasbun Allahu wa ni'mal wakil. Zatet min gjelet inshallah. A mush me paramenu? Thot Ibn Qayyim, kjo janë 2 tabiate. Njani e ka kriju për qëtër shka, këto i ka kriju për atje. Allahun e lusim të këtë kriju për gjenet ja Rabbel Alamin. Nëse mu pas kriju për qëtër shka dhe zëra, është vështisi, azapi madha. A kur njeri krijuot për gjenet, ato thumbimet e gremzave të cilat të kafshojnë tyje, ti këti këtë e kalon me qka? Me dashni për Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, bel yaqwa sultanul muhabbati hatta yaltadh bi kathirin min al-masaib a'zama min iltizadil khaliy bi hududhihi wa shahawatihi wa dhawq wal wujud shahidun bidhalika. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, bile thot pushteti i dashurisë për Allahun aqë shumë forcohet dhe merë pozit të zemra e robit, derisa i dashuruari me këtë dashuri shijon knatësi shumë ma tepër me në musibet me të cilin Allahu e sprovon, më tepër se knatësia e ati i cili është zbraz prej dashuris për Allahut dhe është i gjithë nepshet e veta, këtë hisët e veta i ka. Thot dhe shia dhe egzistenca janë dëshmitar. Ti e gjenë dhe zërë, wallahi, njeri cili ka miliona, e ka pasuri sa doje, dhe prej femrave dhe grave sa doje, dhe prej palateve detrave sa të doje, s'mund me shiju një knatësi shka e shijon një njeri cili jeton për hirtë të Zotit Gjelle Gjelalu dhe për hirtë asaj shka e kënaqë Allahu subhanahu wa ta'ala. S'krason lezetet, wallahi s'krason lezetet. Sikur që shumë prej atyre të sët si kanë qenë musliman e pas ta janë bo musliman. Do të përmendim na me lejnë Allahu te bareke ve teala, nëse na mundson Zoti xhela, një varg të ndjenjave dhe emocioneve të cilat i kanë shpreh njerëzit pasi kanë qenë pa besimtar, janë pa besimtar. Çfarë ndjenja ka pas? Sikur që janë shpreh shumë mbi tyre. Kret knatësitë e botës që i kam nije, nuk vinë me knatësinë e çifalna. Këtë knatësinë e botës që janë, nuk vinë me knatësinë që kur unë agjëroj. Këtë knatësitë e botës vendet i kam shëtit krejt. Thot nuk ka knatësi sikur kur hin qabet Allahu Gjelle Gjelalu. Allah na mundsof ja Rabbel Alamin. Për këtë arsye në Islam, ndashni për Allahu Gjelle Gjelalu, në Kur'an, në hadith, ka për knatësive të cilat thot Ibn Qayyim el-Juzeyy janë më të mëdha se lezeti atyre që janë gjithë lezete. Knatësia atyre që janë gjithë në knatësitë kësaj bote, thot dhe argument të shia. Ka i ka provu të dhja. Kini pa kër i ki provu disene, që ka thu, që kjo ma amëllë se që kjo. Ne kemi njerëzë në dunja dhe zër, i kam provu këtë punt. Këtë punt i kam provu. Ska lanë se më pa provu. O thot s'ka me Islam, s'ka me gjami, s'ka me Kur'an, s'ka me hadith.
Këta nuk e thot nga ignorancë sa e përshim s'ka pas. Jo, ato unë e kam shiju, e kam pa edhe këtë dietë, edhe këtë mënyrë, edhe këtë mënyrë, edhe këtë mënyrë. I kam shiju çka ka ndonjë mu shiju. Ama nuk vjen kur gjë me fen Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye kjo shkalla e parë e derexhës prej deregjeve të dashuruarve në Zotin e Madh te bareke ve taala. E dyta, wa hiya mahabbetun tanbutu min mutala'ati al-minna wa tathbutu bi ittiba'i as-sunnah wa tanmu 'ala al-ijabati bil faqa. Thot al-Harawi, thot shkalla në realitet kjo është sebepi i shkallës së parë. Thot dhe kjo si arrihet. Shkalla e parë si arrihet, thot kjo dashni lulzon mbin nga të pamurit e begatis dhe forcohet mes ndjekjen e traditës dhe sunetit pejgamberit alayhis salam dhe zhvillohet me përgjigje ndaj Zotit xhelle xhelalu me fukarallok. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, çka ka për qëllim? Si krijohet dashria, shkalla e parë, dashnia për Allahun subhanahu wa taala. Krijohet nga të pamurit e robit ndaj begatisë së Zotit xhelle xhelalu, të jashtme dhe të mbrëmshme. Nëse do dikush, si me kanune i dashurum në Allahun xhelalu ala, shiko shka të ka dhanë. Gjithë shka të shka kia i ti ka dhanë. Njëri të vëzër sot një dhurat kër ja jep, e do qatë që ja ka dhanë dhuratën. Faleminderit, thot. Pse po më shtim borç, e kështu më radhë. Ndjesie thyshme i krijohet. Po çfarë ndjesie do të më u kriju robit që Zoti të ka kriju? Të ka fal, të ka dhënë shpirt, të ka dhënë krejt çka ki Zoti i ka dhënë. Nuk ka në milimetra më të vogël diçka që ka lëviz, veç Allahu i të ka dhënë. Çka do të përdor bit mirave, Zoti të ka dhënë. Edhe shijen e çdo sendi çka e kiti, Allahu i të ka dhënë. Sa dush me dashta, pejn mrenave të jashtme. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy. Andaj sa do që është fuqia e shikimit të robit ndaj begatisë Allahu te bareke ve teala, e rrit fuqinë e dashnijës. Pra kur robi fillon me numëru të mirat e Allahut, fillon me ushtu dashnia për Allahu subhanahu wa taala. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, nga se zemrat janë të krijuara në atë natyrë që ta duan atë çka ju ka bë mirë. Kur dikush të ban mirë, ti natyrshëm e do. S'munësh dikush me ta zgat ti një diçka e ti me thonë të rrej valla, s'ka mundsi. Shikone këta mas mirë të kitë fëmija, ja jep një sheqirk, një bonbon, gjëja ma pak që ka munësh mi adhan, ama fillon me të qesh, fillon me të morë me të mirë. Kur s'ta halon? Pse? Nëse në memorje të natyrës së pastër është qëfar? Që ta duash atë që ka të ka bo mirë. Qoftë edhe diçka të vogël, qoftë edhe një përshëndetje dikush me ta dhënë, sikur që ka thënë pejgamberi alayhis salam. Kur e ka pyet njëri prej sahabëve, Resulullah, nëse nuk mund të bëj këtë mirë, çka më bë? Nëse nuk mund të bëj, çka më bë? Çai ka thënë? Ka thënë, a mundesh mi kesh njerëzve? Pa parë ki, po. Kashu ka thënë se sadakat numërohet. Ka thënë mi u buzëqesh atyre muslimanëve që i ki vëllezër, numërohet sadaka. Të Allahu të pagun. Thot, për shkak se i buzëqeshe robëve të mi të pagujune. A kushton që kjo vëllezër? Jo. A ki raport njësoj me atë që ka të keshë dhe atë që ka të rimrolt? Jo. Andaj sa të mjera janë njerëzit të cilët mendojnë me thirë të feja Allahut me mrola. Nuk ka ma të mjerum se ata që mendojnë se me mrola mund me mri diçka. Thot Xherir ibn Abdullah radhiyallahu an, nuk e kam shikuar ndonjëherë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam vetëm ka kesh. Alayhi salatu wassalam. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, wa bughdhi man asaa ilayha. Njerëzit janë të krijuar në atë natyrë që ta urrejnë atë që ju bën keq. E urrejnë njëri, natyrë që thot, ka bo keq, ka bo zullum. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, wa laysa lil 'abdi qattun ihsanun illa min Allah, wa la isaa'atun illa min ash-shaytan. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, e robi asnjë të mirë nuk e ka, vetë se ajo është prej Allahit, dhe asnjë të keq nuk e ka vetë se prej shejtanit. Andaj e gjithë dashnia duhet të më ka për Allahun dhe e gjithë urrejtja për shejtanin. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, dhe prej begative më të mëdha, të cilat robit i takon që ti shikon, është çfarë? Vini reks far mirësie ka përmend. Thot, minnatu ta'hilihi li mahabbatihi. Shikoj çfarë begatie. Nga se zakonisht njerëzit thot trupin, teshat, gruajën, familjen, shtëpinë, dyqanin, parët, në rregull. Këtë në rregull janë këto. Të mira janë, shumë të mira janë të mëdha. Do të çfarë të mira do të bën duhet me anu menën. Thot Ibn Qayyim, dhe prej më të mirave që Zoti ja ka dhënë robit është begatia e
mundësi që ja ka dhanë me dasht Allahun Gjelle Gjelalu. Ta ka dhanë mundësin me dasht, ta ka dhanë mundësin mu falë, ta ka dhanë mundësin me agjëru Ramazanin, ta ka dhanë mundësin me dhanë zekat, ta ka dhanë mundësin me bo haqj dhe umra dhe me lezu Kur'an dhe me bo mirë, ta ka dhanë mundësin me dash Zotin. Ka dhanë wa ma'rifetihi, dhe ta ka dhanë mundësin me njoft, wa iradeti wajhihi, ta ka dhanë mundësin me punu për hir të Zotit dhe ftyrës së tina, wa mutaba'ati habibihi, dhe ta ka dhanë mundësin me ndjek të dashurën e tij Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Vëzër, ne ende nuk e dim çka i bie me kanë ummeti Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Po, ti mundesh me thonë, unë e njoh që ja kon njëri më i madh në dunja, pejgamberi më i madh, vula, ende nuk e nin çka i bie ajo. Çish mundet një njeri vëzër me ditë se Muhammed Mustafa sa pejgamberi i tij, i dashmi i tij, i dashmi Allahu, edhe i kalon dita një llaft atij se ka mësuar të risot, apo se ka përsërit nëse i hafëz i këtë librave, se ke përsërit. Qish ka mundësi ti e do pejgamberin sallam ta ndita 24 orë ka përcije, ti sa budallakia ti ke pa në Facebook, sa gjepura ti ke pa në për Twitterën, në për shumë rrjete sociale, dhe ka kaluar dita pa e lexuar një fjalë pejgamberit alayhi salatu wasalam, pa e kujtu, pa i qu salavate pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ku pejgamberi alayhi salatu wasalam kur na ka nxit me qu salavate, çka ka thënë? Men salla alayya salaten, kush ma qon një salavat, Allah i 10 herë ja kthen, 10 herë. Andaj kur e ka dëgju një sahabi të fal, të ba dua, që i ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam? Që ki, a dash me po salavate për muë, për në fillim edhe në barim. Pse? Sepse është ma e afërt që të pranohet, ma e afërt që të pranohet. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, wa aslu hadha nurun يقذفه الله في قلب العبد فإذا دار ذلك النور في قلب العبد وذاته أشرقت له ذاته فرأى فيه نفسه وما أهلت له من الكمالات والمحاسن فعلت به همته وقويت عزيمته وانقشعت عنه ظلمات نفسه وطبعه. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, e baza e kësaj, pra baza e dashurisë për Allahun subhanahu wa taala, është dritë, është nur që Allahu e gjuan në zemrën e robit. Allahu i mbush zemrat tona me dritë për Allahu subhanahu wa taala. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, e ki nur kur ta merr çarkullim, kur çarkullon në zemrën e robit dhe në qenjën e robit, e ndryqon këtë çka ka robi. Sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në dua, o Allah, ndryqon me nur, mban nur në sytë e mi, në veshët e mi, në gjoksin tem, trupin tem. Pastaj ka thënë Ibn Qayyim el-Jauziyja, ja ndryqon ky nur gjithçka që ka për qenjës së robit. Andaj e sheh veten e vet, dhe e sheh se për çka e ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala prej përsosmërive dhe për kryerjeve. Andaj vullneti i robit ngritet lart dhe dëshira e robit bëhet e madhe, dhe gjitha errësirat e vetës së tij dhe tabiatit të tij largohen. Pra kur të vjen nuri i Allahut në zemrën e robit, errësirat e xehlit largohen, errësirat e tabiatit largohen, fillon besimtari me vepru veç ka don Allahu subhanahu wa taala, dhe fillon me e kuptu përsosmërinë që Allahu ja ka mundsu në hyrjen e tij në Islam dhe hyrjen e tij në iman. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, kjo nga se errësira dhe drita nuk bashkohen, vetëm se njëra e largon tjetrën, vetëm se njëra e largon tjetrën. Faraqiyat ar-ruh hina idhin bayna al-haybati wal-unsi ila al-habibi al-awwal. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, e kur të mrije drita dhe të pushton kjo dritë dhe kjo dashni në zemrën e robit, thot atar shpirti i tij ngritet lart dhe jeton në mes respektit dhe ngushëllimit për të dashurin e parë. Cili është të dashuri i parë? Është Allahu xhel xelalu, është Allahu subhanahu wa taala. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, thot hadha an-nur كالشمس في قلوب المقربين السابقين وكالبدر في قلوب الأبرار أصحاب اليمين وكالنجم في قلوب عامة المؤمنين فكم بين الزهرة والسها. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, e kjo dritë është sikur dielli në zemrat e atyre që janë të afërt me Allahun. Shkalla më e lartë e Zotit është më kanë afër Zotit xhel xhelal, sikur që ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Thot dhe është sikur hana e plot
në zemrat e njerëzve të cilët do t'ju jepet librin nga ana e djathtë. Janë pak më poshtë, mirë po janë lart gjithashtu. Thot, dhe ky nur është sikur ylli në zemrat e besimtarëve në tërësi dhe përgjithësi, sa ka dallim në mes njërës edhe tjetërës. Pra ka pozita dhe pozita të Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, thot, fjala e hoxhës el-Harawiut, wa tathbutu bi ittiba'i sunnah. Si forcohet dashnia e Allahut në zemër? Forcohet me ndjekjen e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, e ka për qëllim se vazhdimi dhe stabiliteti dhe rrënjosja e mirë e dashurisë për Allahun subhanahu wa taala në zemrën e robit bëhet me ndjekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në veprat e tij, në fjalët e tij dhe në akhlaqin e tij, moralin e tij. Thot, andaj në varësi të ndjekjes së robit për sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, bëhet edhe filla e dashnisë, vazhdimi i dashnisë, fuqia e dashnisë, dhe në vazhdim, në varësi prej noksanit të kësaj ndjekje, mangësisë së kësaj ndjekje, ndikon edhe tek dashnia. Pra, sa e do ti Allahin, sa e ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sepse shikoj vëllezër, Muhamedi alayhi salatu wasalam është prova, testi i të dashmeve të Zotit. Allah e kalon provë. A mdo mu po? Shko mas ti. Çka thoi e ki ban? Qështu çikur dhe shpejt disa prej shpejve shumë të larta Ibn Qayyim el-Juzeyy në këtë meselë. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, thot, kama taqaddama anna al-ittiba' yujibu al-mahabba. Ndjekja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam domosdoshmërisht e sjell dashurinë për Allahun te bareke ve teala, wal mahbubiyya. Mahbubiyya çka është? Me dash Allahin ti. E do të vjen Ibn Qayyim el-Juzeyy thot se kjo është shumë më lart. Ti me dash Allahin, kjo është drejtë. A me dashta e tije, kjo është mesele që s'mun është preja me e shprej. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, wala yatimmu al-amr illa bihima. E nuk plotësohet dashnia jote dhe dashnia e Zotit për tyje pos me ndjekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vini rejta në çka thot. Falaysa ash-sha'nu an tuhibba Allah. Nuk është çështja ti me dash Allahin. Vini rejta se felia. Wallahi me lezu çka shpreje. Deri në sabah besimtari s'mund të mungop. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, nuk është çështja ti me dash Allahin. Beli sha'nu fi an yuhibbaka Allah. Po çështja, krejt çështja ai me dash tije. Allah inshallah na do të gjithë ya rabbal alamin. Allah na fut në zemrat tona iman, e islam, e ihsan, e bindje dhe dorëzim ndaj Zotit xhelel xhelalu. A di çfarë do të thonë vëzër? Shiko ti sa kënaqesh kur ti e do Allahin. Po me dash ai tije. Njerëzit vëzër kënaqen kur i do dikush që realisht janë insan. Apo njëri kënaqet kur gruaja vetë do, se ka dikush edhe se do, ka probleme. Mirë po kënaqet kur nana e vetë do, kur prindi vetë do, kur një dosti vetë do. Apo kur njëri për shembull merr respekt për një hoxhë, për një dietari, për një hafizi, thotë valla, edhe ki hafizi më do, edhe ki hoxha më do, ndihet i respektuar, ndihet i çmum. Mirë vëzër, a mund të vara mendu? Çka do më thonë me dash Allahu xhelel xhelalu? A më thonë unë e du çka trop. Allah na bofitën ya rabbal alamin. Çka ndodh vëzër kur e do Allahu xhelel wala robin e vet? E thirr Xhibrailin. Thotë o Xhibrail, unë e du këtë njeri. Duje edhe ti, edhe e do edhe Xhibraili. Shikoj vëzër, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam. E thirr Allahu Xhibrailin thotë e du filanin, duje e ti, mini aradha e do. Te Xhibraili vëzër s'ka, po pse me dash në atë? Jo, u kri Zoti tha duje dhe duje. Zoti tha duje dhe duje. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, thot, nuk o çështja ti me dash Allahin. Këtë dojnë Zotin vëzër. Apo këtë pretendojnë që dojnë Zotin. Andaj Allahu i ka testuar njerëzit. Kul in kuntum tuhibbun Allah. Thuaj nëse ju e doni Allah. Pra kusht. Okej të thojnë. E mirë po. Fattabi'uni. E janë pas meje. Andaj ka thënë Hasan al-Basriu, i ka testuar Allahu këtë pretenduesit me Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam. Shkoj mas atij ta këshirë sa e don Allahu subhanahu wa taala. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, nuk është çështja që ti ta duash Allahun, po krejt çështja është që Allahu me dash ty. Vini resha thot, wala yuhibbuka illa idha ittaba'ta habibahu zahiran
وباطنا وصدقت خبرا وصدقته خبرا وأطعته أمرا وأجبته دعوة وآثرته طوعا وفنيت عن حكم غيره بحكمه وعن محبة غيره من الخلق بمحبته وعن طاعة غيره بطاعته وإن لم يكن ذلك فلا تتعنى فلست على شيء. Fjali vëzër me ari du me shkrujt. Allah e më shirof djetarët e muslimarë dhe na takof me ta në gjenetet e Zotit Gjelle Gjelalu. Vini që ka thot? Thot, e Allahu nuk do tyje derisa ta ndjekësh të dashurin e Allahut Muhammedin a.s. I jashtë dhe brenda, pilot shkës zemrës edhe prej për jashtë. Pas e ka thonë wa saddaqtahu khabaran, dhe çka të kallzoja ai ti thu çashtua. Pa i thonë Muhammed Mustafas për çdo hadith çka e ka thonë, çashtua e vërtet 100%, për mi nuk ka mundësi me përshkruajt vërtetësia sa është e saktë çka e thot Muhamedi alayhis salam. Gjithçka çka thot është e vërtetë. Saddaqtahu khabaran, çka thoje khabar, çka thoje lajm çashtua. Thot, dhe ti bindesh kur të urdhnoje. Kur thoje bane, bane. Kur thoje mos e ban, mos e ban. Sepse ti e të testuar dashnin tënde ndaj Allahu xhela xhelalu. Wa ajabtahu da'watan, kur të thirrë përgjigju. Kur thoje hajde, hajde. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy. Wa athartahu taw'an, dhe ti japësh përparësi atij me vetë dëshirë. Thot, dhe të kënaqësh me gjykimin e tij jashtë gjykimeve të tjera. Kur thoje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çishtu, mos thuje po filanive çka ka thonë. Kjo ki fillu mu të turbullu dashninë në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, dhe të harrosh të tjerët i angazhuar me dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot, dhe ti bindesh atina jashtë bindjeve ndaj të tjerave. Vinë edhe që ato tani fjali e fundit. Thot, nëse nuk i e kështu, mos u lodh se kurkun s'ki me mri. Mos u lodh se kurkun s'ki me mri. A e përsërisë edhe një herë këtë fjali. Ose është e lezetshme dhe nga Ibn Qayyim al-Juzeyy. Thot, nuk është çështja ti me dashur Allahun, po ti me dashur Allahun. Ti e do Allahun, po çështja është ai me dashur ti. E kjo luftë vëllazër është e madhe, që ti të mrish në çat derexhe Allahu më dhan e tash duhet. E çtash duhet. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy. Thot, e ai nuk do tyje derisa ti shkosh pas të dashurit të tij, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Të dashurit të tij prej për jashtë dhe prej brenda, çka ka për qëllim? Pra edhe prej zemrës edhe me trup. Thot, ti ja vërtetosh lajmët, ti bindesh në urdhra, ti përgjigjesh thirrjes, ti jepësh përparësi me vullnet të lirë prej teje gjitha dëshirave të tij, të shkrihesh dhe të harrosh çdo gjykim tjetër jashtë gjykimit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra ti angazhuar me atë që ka gjyku ai, harron që kanë thënë njerëzit e tjerë se ti i fokusuar te gjykimi i tina. Ta duash pejgamberin sallallahu alajhi wasallam më shumë se këtë krijesat e tjera. Thot, dhe ti nënshtrohesh atij, dhe të harrosh nënshtrimin ndaj të tjerëve. Nëse nuk je kështu, mos u lodh se nuk je të bëkur gjë. Mos nuk je kështu, mos u lodh se nuk je të bëkur gjë. Thot, medito mirë te fjala Allahu xhelan Kur'an në surën Ali Imran. E kemi shpjeguar në tefsirin këtë ajet, ajeti 31 nga surja Ali Imran. Fattabi'uni yuhibbukumullah, më ndjekni mua nëse e doni Allahun, ju don Allahu xhel xelalu. Ej ash-sha'nu fi anna Allah yuhibbukum la fi annakum tuhibbuna wa hadha la tanalunahu illa bi ittiba'il habib. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, thot Allahu na thot në këtë ajet, pra çështja është që Allahu t'ju don juve, e ai nuk ju don juve derisa ti ndjekni hapat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun që Allahu na fut në zemrat tona dashuri për çdo sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj fjala e fundit që e ka sjell për si arrihet shkalla e parë e dashurisë ndaj Allahut, çfarë ka thënë? Wa tanmu ala al-ijabati bil faqa. Ka thënë, ti përgjigjesh Allahut me fukarallëk, kështu e zhvillon dashurinë. Çka i bie kjo? Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy. Thot, en yujiba ad-da'iya bi mawfur al-a'mali wa huwa khalin minha ka'annahu lam ya'malha. Thot, kjo i bie si zhvillohet dashnia për Allahun xhel xelalu. Thot,
ti përgjigjesh Allahut me veprat më të plota të mundshme. Pra këtë shka kiti maksimumin me dhanë për Allah ki me dhanë, ndërkohë që e zë veten se se ke bo asni vepër. Që kjo është mi u përgjigj me fukarallëk. Thot, bile i përgjigjet thirrjes së Zotit Gjelle Gjelalu bi mujarradil iflas wal faqrit tam. I përgjigjet Allahut me çfarë? Me shkallën e varfërisë dhe skamjes plot. Andaj, thot, sepse rruga e varfërisë dhe e varësisë për Allahun Gjelle Gjelaluhu ta'ba an takuna li sahibiha amalun au halun au maqamun. Kur njeri është rob i Zotit dhe e do Allahun shumë dhe i përgjërohet Allahu dhe i përgjigjet atina, kjo gjendje refuzon që robi mi pa punët e veta, halët e veta, edhe do një pozit vetën. Për shembull vëllezër, kur ti pa e morë me fal namaz, apo jep zekat, apo agjeron Ramazan, apo ban hajj, apo ban umra, apo lexon Kur'an, e kështu me radhë, dhe bën vepra të mirë, apo jep sadaka, prej dashnisë ndaj Allahut është me e bë çdo veprën e këtyre një ka një mënyrë më të plotë të mundshme, andjenjat e tua se s'ki bë kur gjë. Ndjenjat e kush është Allahu në çfarë është kjo vepër për Zotin e Madh Xhelel Xhelal? Çka është kjo vepër për Zotin e Madh Te Bareke ve Teala? Vëzër, më në kështu, që ta kuptoni. Sot jena në botën e internetit, botën e kompjuterave, botën e ingjizimeve. Këti keni pa globin që shduket, apo i rëmullakt. Kur ngritet lart atje, globi, planeti i rëmullakt. Dhe ti e ke pa, për shembull, e keni përdorur ndoshta krejt Google Earth kur e afron. Hin hart, hin të veni jot, për shembull, hin në Maqedoni, hin në Shkop apo ku je në Kumanau, ku do të qetesh, edhe fillon me afru, derisa të vishte te shtëpia jote. Kur e ngrejnë prej lart, nuk shifet kur gjë. Apo kjo është planeti Tokë. Në hapësirë humbush. Apo çka janë didinartë tua kur i jep ti për Allah në këtë univers të madh? Që ti pitë xhepi jot, ti ke dhënë të xhep fukaras. Çfarë? Amel. Kush je ti kur falësh në këtë univers? Sa me leku falet, sa me leku rrin ruku, sa me leku rrin sejdë, sa me leku i ban ibadet Allahu subhanahu wa taala. Sikur që ka thënë Allahu xhelel xhelal, "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Ne të bëjmë adhurim o Zot panal. Bëjmë adhurim panal. As nuk hajm buk, as nuk pin ujë, as kanë nevojë as kur gjë. Veç adhurim. Para menot ti ta shifësh veprën tonë, çka bona unë? Kur çon s'ke bë për Zotin e Madh xhelel xhelalu. Thotë Ibn Qayyim el-Juzeyy, ti bosh punë të plota dhe mos shifësh as punë, as hall, as pozit. Jo me pa pozit me thonë, dhe unë këqava. Dhe këto vëzë ti shet njerëzit me sjelljet e tyre, me të folmet e tyre, kena bona, çka kena bona, çka ki bona. Po ty pas e bëj për Allahin tan, nëse ki bëj për xhenetin tan. Pse ju hip çave njerëzit? Thot Allahu në Kur'an, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyun halim. Me thani llaft mirë, mi afal dikujna, o shumë më mirë se mi dhon sadaka mi apërmen. Si duhet Allahit kjo sadaka? Madje Allah vazhdon ajet thot ja ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. O ju të se të keni besuar, mos i azgjësoni sadakat e juve me të përmenme dhe me mundim. A e diti kur të këmë dhanune? A e diti edhe a e diti? Kjo vëzër, sa për Allah, sa dush ti thuj, e po pak të të mja përmen, e po pak të të me nxerun në Facebook, e po pak, e po që kjo në rruga gjenemit, për pak e me ja përmen. Thëtë Allahu gjelë gjelë, mos se qo huq, se vëllaj 1 milion euro mi dhanë. A ki qef me ta përmen e emnin po? Allah thëtë, la të pëtilu sadakatikum. Ha, me qka? Bil menni laf 1 milion euro i hup. Menni laf, këtë dimën që ka ke po dikujt e hup. Thëtë Allahu gjelë gjelë, mos u bëni si ata të cilët japin sa mi pa dunjaja, sa me posi e faqe. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dhe nuk e beson Allahun dhe ditën e Kiametit. Thotë Muhammed el-Ghazali, wallahi, muqu sahabat, me pas sahabat e pejgamberit alayhis salatu wassalam, hallin ton, pyetja e parë kishin me thanë, çto, ai besojnë ahiretit? Me na pa neve, këtë gërsi, këtë brutalitet, këtë zili, këtë haset,
këtë keqt mesin e muslimanve, këtë që dojnë mu hangër sikur ujkun. Apo, Allahu na përmirësoj zemrat. Mu që sahabije me thonë, çto musliman janë? I besojnë Allahit ta. Me pa njerëz se çka bojnë për pare, për pasuri, për post, se si janë të gatshëm, mu shkatërru dhe mu vetë shkatërru, vetëm inatin e vetë ta çojë deri në fund. Çike njerëz di, ai beson ahiretin ti vëlla. A beson se kemi dal para Zotit, po. A e diti se Allah në mashtron, po çka dush me bo? Allah thot, la tubtilu, mos gabon me çul hoç. Ka pas njerëz kanë dhënë sadakat mëdha. Mirë po kanë thonë, pa përmend me pak. Ma përmend me pak. Ose e ka lëndu njerin, mas 30 vetëve i ka thonë, a e di kur pak të kanë fukara, kush tip ke pare? Ka thonë Sufjanatari, wallahi, kur do që ja përmend, tu ka në gjallë e ki munue. Ma di thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, sahabët e kanë llogarit mundim nëse i ke thonë fukarajës kur e keni mu, mos më haron doa, ban ma një doa, e ki munu. Unë është për ti me bo doa, unë special ti me të shkruajnë listë, e ki munue. Për këtë asyje, Aisha radhiyallahu anha kur jep ke sadaka, çka bajke? Ja çoj ke sadaka e njerit, edhe i thon te postierit, atij hizmeçarit vet. Kur ja lave, çka tha? Kur ja lave, çka tha? Tha Allahu është përbleft. Edhe Aisha ka thënë, edhe Allahu është përbleft ata. Edhe kur u ka përsërit kjo shpesh, por shembull kur i ka thënë ajo barakallahu fiha, tha Allah i dhash bereqet. E ka vetë Aisha special ka thënë, çka tha? Allah i dhash bereqet. Aisha sari ka kthie, ka thënë Allah është përbleft edhe atë. Allah i dhash bereqet asaj. Edhe një ditë me çfarë thotë, oj nana besimtare, po pse pe thuti që ta? Ka thënë këshire, kur ja dhash sadakajën, ajo bani dua. Duaja e sajna ma hub sadakajën. Ka thonë, për ja kthej duajën mjet sadakaja. Dua me dua, sadakaja e të qiltëm. E kur ti i qënë sadaka, edhe a i ban dua, ku jetë sadakaja jote? E ke morës problemin. Pra kur thot dikush ti kështu, ti dhash 100 denar, edhe ti i thue, ka me ti kthia i milioneri. Ka me ti kthia i milioneri. A mund është ti me thonë, mërsa nejna, unë e të bona mirë, ka me ti kthia i milioneri, ala ma shumë. A ki ti drejt të i këtina? Jo. E kur ti kujt jep sadaka dhe i thu, ti kthen Allahi. A kam dorën të kjo? E kur ti ka thonë Aisha, edhe ti Allah është përbleft, atar sadakaja mbet mu e pastër. Kjo kështu dhe zërë e janë përgjërua edhe janë përgjiz njerëzit Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Ibn Qayyim al-Jawziyya, thot wala rayba anna al-mahabbata tanmu ala hadha al-mashhad wa hadhihi al-ijaba wa ma azzahu min maqamin. Thot Ibn Qayyim al-Jawziyya, dhe s'ka dyshim se dashuria zhvillohet me këtë hall dhe me këtë fukarallëk të robin dhe Zotit vetë të bareke wa ta'ala. Thot dhe kjo është shumë e vështirë. E lusim Zotin e madh xhel xhelalu që Allahu të na imbush zemrat tona me dashuri për Allahun subhanahu wa ta'ala. E lusim Zotin e madh xhel xhelalu që Zoti on te bareke wa ta'ala na mundson që ti kemi të gjitha shkallët e dashurisë për Allahun subhanahu wa ta'ala. E lusim Zotin e madh te bareke wa ta'ala që Zoti on xhel xhelalu të na mundson që ta ndjekim Kur'anin, ta mësojmë Kur'anin, ta duam librin e Allahut subhanahu wa ta'ala. E lusim Zotin e madh xhel xhelalu që Zoti on te bareke wa ta'ala të gjitha gjunaat tona të na i fal, të gjitha gabimet na i fal. Na ban Allahu te bareke wa ta'ala besimtar të cilët e ndjekin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në veprat e tina, në fjalët e tina, në akhlaqin e tina. E lusim Zotin e madh te bareke wa ta'ala që Zoti on xhel xhelalu na mundson me jetu si musliman, me urrit dhe u zhvillu si musliman dhe me adërzu shpirtin Allahut me iman. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.